Përshëndetje gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem ftuar profesorin ton Bollanon, shef i shërbimit të njësisë ditore në Qendrën Spitalore Nën Tereza dhe pedagog në katedrën e kirurgjisë speciale në Universitetin e Mjekësisë. Përshëndetje profesor. Edhe faleminderit që pranuat ftesën tonë. Profesor, ju bëni një punë të jashtëzakonshme. Kirurgjia është gjithmonë jo vetëm atraktive për ata që na dëgjojnë, por është edhe një specialitet që praktikisht ka shumë për të folur, shumë për të diskutuar. Edhe edhe eksperiencën e këtij emisioni unë do doja të pyesja si ka qenë rrugtimi juaj, si keni zgjedhur që të jeni mjek në jetën tuaj dhe më pas pse kirurgjia dhe jo një specialitet tjetër. Zanafilla është nga familja. I mati ishte një punonjës shëndetësie. Për shumë arsye, ne ishim gjithmonë në kontakt me pacientët për hir të babait që punon në sistemin shëndetësor. Dhe ai ishte një moment shumë i rëndësishëm për mua. Filloi qysh në shkollë të dyqare të më pëlqente puna e Timeti. Dhe jo vetëm kjo, por shikoja babain kur pacienti ishte shumë mirë, në atë kohë s'kishte telefonata, pacientët na takonin në rrugë, na thoshin faleminderit, falenderonin babain. Ndonjëherë shkonim dhe në të shtëpiat e pacientëve, sepse aty ku jetonim kështu ishte. Dhe pikërisht kur shikoja që babai edhe lodhej, lodhej shumë. Lodhej shumë sa që dëgjonim nganjëherë ishim në gjumë në orën 2-3 të mëngjesit, babai shkonte, trajtonte pacientët në urgjencë. Më pas kthehej në shtëpi, pastaj shikonim prapë në orën 7, çoj, shkonte prapë në punë. Po ai respekti, ai lidhja me pacientin ishte diçka që mua më ka ndikuar që fëmijë. Dhe mos them një gjë që kam qenë në klasë të 8, dhe ishte momenti kur do kalonim nga shkolla 8 vjeçare, se kështu ishte atëherë në shkollë të mesme. Më pyeti i mat. Të pëlqen mjekësia, më tha, baba më pëlqen shumë, i thash, baba, i thash. Dhe dua të jem si ty. Dhe këtë mbaj mend. Pastaj gjërat ecën, erdhi shkolla e mesme. Aty, domethënë, ishin shumë fëmijë mjekësh, të cilët donin dhe ata të beshin mjek, aty mu përforcua. Derisa pastaj erdhi momenti kur në vit 4 dolën specializimet, dolën shkollat. Domethënë dolën shkollat e larta, se beshin me ishte tjetër sistem në bazë të notave. Dhe më pyetën çfarë degë kërkon. Në fakt, unë nuk e pyeta Timet kur vendosa. Nuk e pyeta. Dhe unë shpreha dëshirën që të vija për mjeksi. Të thënë, kjo është e gjitha. Profesor, në momenti që përfundon rrugtimin e mjekësisë dhe duhet të bëjë një zgjedhje midis specialiteteve, pse pikërisht kirurgji? Sepse kirurgjia hyn tek ato specialitete ku edhe përkushtimi, edhe përqendrimi, edhe lodhja, edhe të gjitha janë në sensin e një ngarkesë edhe një vështirësie profesionale që është e lartë. Si keni zgjedhur të jeni kirurg? Kur në atë kohë, ndoshta ishte viti i parë ose i dytë që zgjidhja specialiteteve bëhej me konkurs. Ishte konkurs kombëtar. Dhe më kujtohet kur dolën pikët në fund, unë zura vend të parë. Dhe 3 ishin specialitetet që ishin për të zgjedhur. Ishte ginekologji, neurologji dhe kirurgji. Nisur dhe nga fakti që unë kam pasur një, si me thënë, idhull nga i matë që ishte profesor Petrocani, kirurgjia më ishte futur në një nga dëshirat e mia. Dhe gjithmonë kisha dëgjuar shumë për profesor Petron si kirurg, për shkollimin e vet, për mënyrën e komunikimit me pacientët. Do të thënë, një nga arsyet ishte profesor Petrocani, një nga arsyet më të fuqishme. Por nuk e shikoja veten nga 3 zgjedhjet, as neurolog, as ginekolog. Nisur dhe ka kjo indicia, zgjodha kirurgjin.
3 ishin degët që duhet të zgjidhen. Nëse do t'i ktheheshe pra pas, do ta bëhet një Prap të zgjidhje. kirurgjin do merja. Po në rast se e gjykon me këtë syrin sot një profesionisti në karrierë, mendon që studentët e mjekësisë, pa për një student që na ndjek në këto momente dhe do të zgjedhë vijimin në mjekësi, po nuk e ka qef, nuk e ka pasion. Mendon që i del dot në fund kësaj rruge kaq gjatë pa e patur në dëshirë në zemër këtë profesion. Unë jam pedagog i katedrës kirurgji speciale prej mbi 25 vjetësh. Dhe shikoj një gjë e cila më pëlqen. Zakonisht te studenti shikoj fëmijën tim. Dhe gjërat tani kanë ndryshuar, ndoshta janë hapur, nuk janë siç kanë qenë. Do me thënë kërkesat janë rritur. Por shikoj një impenjim shumë herë më të fortë, më të lartë. Shikoj një përpjekje më të madhe të studentëve në fushën e të mësuarit dhe në fushën e praktikës mjekësore të përditshme. Shikoj impenjim. Dhe kjo më gëzon. Okay. Profesor, le të kalojmë në një pjesë shumë të rëndësishme të këtij emisioni. Kam nevojë të di më tepër rreth eksperiencës tuaja klinike dhe rreth rasteve tuaja, rreth punës që ju bëni në përditshmëri etj. Edhe do doja ta nisja me atë pacientin e parë. Nuk e dia, e kujtoni rastin e parë? Më kujtohet, unë fillova specializimin në vitin 1995, 94-95, kështu ishte viti, pranë katedrës së kirurgjisë speciale, klinikës 3 kirurgjisë. Klinika 3 e kirurgjisë ishte një klinikë me shumë emër, ku brenda ishin ish pedagogët tanë, por kirurgët më me emër të Shqipërisë. Po flasim për kirurgë të standardit shumë të lartë. Do me thënë, kirurgë të shkëlqyer, njerëz intelektual, njerëz që na trajtonin si fëmijët e tyre. Kjo është fjala e vetme që mund të them. Me mbarimin e specializimit, në vitin 1995, unë nuk pata mundësi, duke qenë se isha në roje specializant të shikoja as djalin tim kur lindi. E kam parë të nesërmen. Pasi ajo ishte ora kur lindi dhe ne ishim në sallë me profesor Luterin, një kirurg i madh. Dhe mbarova specializimin, më pas punova një vit e gjysmë, pastaj i ka jashtë për specializim. Aktiviteti im kirurgjikal ka filluar si kirurg i plot, pasi erdha nga specializimi i lartë në vitin 2003. Dhe roja e parë më kujtohet profesor Nikolaj Kaçani, që ishte shef i klinikës në atë kohë, më caktoi të bëja sekondar, kështu bëj. Primar ishte profesor Luter Kreshpa, dhe unë isha sekondar, kirurgjeri. Kuptohet, profesor Luteri na kishte dhënë leksionet e kirurgjisë së heparit dhe të lienit. Dhe operacioni i parë që kanë bërë, duhet të ketë qenë ora 6:30-7 e darkës, ishte një djalë i ri rreth 23 vjeç me apandisit. Dhe profesor Luteri ishte sikur me dhënë provim. Ai ishte tamam ndihet e njëjtën gjë sikur me dhënë provim. Domethënë në atë moment ti do të jepje më të mirën tënde. Domethënë dhe profesor Luteri nuk u largua për asnjë sekond, e kisha pas shpatllave, i ndjeja dhe frymarrjen. Ishte një apandisit flegmonoz, ku e vetmja gjë që më tha profesor Luteri, ai nuk ron sot, por që një kirurg, një prind i mirë dhe një kirurg i shkëlqyer. Dhe vetmja gjë që më tha, herë tjetër merri më lehtë, me qetësi, nga stresi dhe nga ajo që e kisha dhe ne kisha pas shpatllave dhe po shikonte. Herë tjetër tha, më i qetë, tha. Me shtruar gjëra, tha, me atë mënyrën e vetë të folur, të qetë. Pastaj kur dola dhe po shkruaj operacionin, më tha në anglisht, you're okay, tha. Do me thënë, e mbaj mend mirë, shumë mirë operacionin tim të parë. Pacienti ka dalë pas 2 ditësh, do me thënë, në gjendje të mirë. Profesor, në rrugtimin tuaj, pa diskutim jeni hasur me raste edhe të vështira dhe raste të komplikuara. Edhe jam i bindur që në një rutinë të kaq viteve ka gjithmonë disa raste që nuk harrohen.
për vështirësinë që kanë pasur për ngarkesën. A mund të përmendim në një rast të tillë? Një rast i tillë është një zonjë e cila erdhi në urgjencë, bëjmë fjalë për vitin 2005. Zakonisht ne të rinj mbulonim rojat në pjesën më të madhe. Keni parasysh që rojat bëheshin një ditë klinika jonë, një ditë klinika e parë. Dhe një grua shtatzën në muajin e 7 vinte nga Boreli. Ja mbajmë në temën, po e them. Nuk mund t'i bënim dot skaner, ju bën një eko. Në atë kohë qendra radiologjike si dhe sot, do me thënë, funksiononte në mënyrë të saktë. Do me thënë, ku evidentua një apendisit flegmonoz. Pacientja ishte trajtuar më para dhe vinte për trajtim më të specializuar duke qenë se ishte shtatzën, në 7. Shtruar rreth orës 6 të mëngjesit. U bë vizita me mëngjesit, ku drejtonte profesor Kaçani, ku profesor Kaçani vendosi që të operoj. Dhe ekipi jonë, do me thënë, gjithë stafi, por pasi ja referoi profesorit në mëngjesit, vajtëm në vizitë dhe profesor Kaçani tha, pacientja duhet operuar me të gjitha gjërat, merren masat, u morën gjitha masat, e konsultoi shefi i reanimacionit tonë, doktor Sokola Golli, që është një nga reanimatorët më të mirë që mund të ketë pasur ndonjëherë kirurgjia përgjithshme, mos them që. Dhe i morëm të gjitha masat, mbaj mend që pacientja është futur në sallë rreth orës 2-3, pasi kisha qenë 24 orë, pushova rreth 2 orë dhe u futëm në sallë. Në operacion kam qenë me doktor Fotagjikën. Kuptohet që alternoheshin në këto raste, futej një kirurg me përvojë, me një kirurg të ri. Do të thënë, çdo gjë vlerësoj deri në elementin më të vogël, siç dhe vlerësohet sot në elementin më të vogël. Edhe sot çdo pacient ne vlerësojmë në aq hollësi, saqë besoj është një nga gjërat më të rëndësishme të suksesit tonë në punë, vlerësohet mirë pacienti, përpara se trajtohet. Dhe një apendisit flegmonoz organoz, edhe inflamuar, kishkaluar me një likid seropurulent. Nëse pacientja u trajtua qëndroi shtruar rreth 23 ditë në spital, ku mbaj mend vija e shikoja mëngjes, drek, po dhe darkë. Dhe darkë. Pas 22-23 ditësh, bëri goxha komplikacione të cilat trajtuan, ka qenë në shtruar në reanimacionin tonë lart të klinikës 3, tek bloku 2, se kemi pas një blok 2 dhe një blok me 4 pacient, e mbaj mend dhe dhomën tani ku ishte. Bëri ndërlikime goxha të rëndësishme. Megjithatë, pacienti vajti mirë, pas 22-23 ditësh del, dhe kur bëvjen një telefonat nga Italia, me emër mbi emër, ku mos ta zjas, fëmia i kishte lindur, ishte djalë dhe kishte vënë emrin tim. Unë i kam miq ata sot. I kam miq. Dhe kam komunikuar dhe me ginekologun italian, në morin telefon dhe fola. Gjithmonë jam i mendimit që në përgjithësi çdo mjek, po kirurgjia në mënyrë të veçantë ka një fat shumë të madh. Nuk mund ta imagjinoni dot satisfaksionin që ka një mjek, kirurg, apo kushdo mjek, dhe kardiolog, dhe kardiokirurg, kur shikon që pacienti pas gjithë atyre probleme shëndetësore është mirë, është në këmbë, është absolutisht ke ndërveprim emocional shumë i rëndësishëm. Është një problem i fortë emocional që ndoshta dikush tjetër mund ta shprehte më mirë se unë. Patjetër. Por për momentin. Doktor, po në raste të tjera për shkakun që i përkasin, ndoshta edhe për ditëshmërisë tuaj, në një rast ndoshta i fundit ku ju hyni në sallë dhe shikoni një trajt caktuar, një komplikacion caktuar, pa ku ti nisesh për një formë caktuar të patologjisë që ke vlerësuar, por shef që salla të përballë me një tjetër situatë. Keni patur raste të tilla? Janë shumë të rralla, siç ta thash më para.
Pacienti tek ne, për shembull, para rreth 2 javësh, është një quhet bordi i tumoreve, është një organizim, një njësi që quhet bordi i tumoreve në qoftë të. Unë kisha 3 raste për të operuar. Dhe profesor Gjata, e kisha diskutuar të më para, në fakt, nuk ishe lëmë për në bord për të qenë, se ndikon përvoja, më thot, Toni tha, të bëj njerë kimio-radioterapinë adjuvante, tha pastaj e diskutojmë çështjen më pas. Dhe kishte të drejtë. Kishte shumë të drejtë. Për arsye sepse gjatë bërjes rezonancën pas, ne kuptuam që pacienti nuk duhej operuar, po më parë duhej trajtuar nga onkologët. Dhe ishte shumë e rëndësishme për shëndetin e tij dhe për mbarvajtjen e sëmundjes, për mbarvajtjen e pacientit. Do të thënë për kurimin e sëmundjes. Profesor, po në rastet kur për shembull keni pasur raste të cilat edhe pse puna është bërë e madhe, edhe pse përpjekjet kanë qenë të dhura, vështirësia, mosha, komplikacionet kanë sjellë humbjen e jetës së pacientit. Këto raste nuk dua t'i kujtoj, janë shumë tralla, po nuk dua t'i kujtoj pasi në qoftë se do të arrit t'i kujtoj dhe t'i shpreh tani, do më mbeten gjatë në mendje, sepse kur bën diçka, kur bën të pamundurën, pretjet të vijë mundura. Dhe janë tralla. Kuptohet, janë mosha të larta, me patologji maligne, me sëmundjet shoqëruese të traktit gastrointestinal, por dhe sëmundjet shoqëruese të kardiovaskulare, apo me sëmundjet shoqëruese maligne krahas patologjisë primare. Por nuk dua t'i kujtoj, domethënë, sepse ndikojnë keq te unë. Profesor, po në rastet e moshave të reja, çfarë keni vënë re, po themi në një rast caktuar që ju keni operuar, që keni vënë një patologji ose një situatë në cilën nuk i shkon për shtat moshës së re. Diçka që ju mund ta ndani me ne. Sigurisht gjërat kanë ndryshuar tani. Kuptohet, niveli i diagnostikimit të pacientëve është rritur shumë. Niveli i përvojës së mjekëve, mënyra e organizimit të sistemit shëndetësor sot është shumë herë më lartë. Dhe pacientët pak a shumë na vinë në momentin e duhur, në pjesën më të madhe të rasteve, nuk po them. Por kam dhënë një intervistë në një televizion para ca kohësh ku shikojmë që evidentohen patologji maligne në mosha që nuk i kemi parë më para. Nuk mund të gjej dot shkakun. Kam patur mundësinë në për kongrese që shkoj të komunikoj me goxha, domethënë kolegë që janë jashtë, por që dhe ata nuk i vënë dot fajin. Ndoshta kjo ka ardhur si pasojë e rritjes së cilësisë të diagnostikimit të pacientëve. Ndoshta. A kujtoni në një rast më specifike që mund të ndodhë? Po, një një pacient 48 vjeç me kancer të kolonit para 3 muajsh. Më bëri përshtypje. Dhe kërkova ribërje të kolonoskopisë për të diagnozë. Dhe si shkoi? Shumë mirë. Ju thash, bordi i tumoreve është ndoshta gjëja për mua gjëja më e mirë që është bërë ndonjëherë për trajtimin e pacientëve me patologji maligne. Pasi pacienti fillon nga zerua deri në fund gjithë trajtimin. E ka të plot, pa vonuar asgjë, duke plotësuar të gjithë protokollet e trajtimit. Profesor, në raport me rojet, sigurisht spitali ka shërbime 24 orësh edhe rojet janë të shumta. A keni pas ndonjë shërbim 24 orësh ku kujtoni ndonjë rast që ka qenë vërtet për të mbajtur më të gjatë? Kuptohet. Po flasim për fillimet e mia dhe rojet, se duhen ndarë rojet si specializant, rojet si sekondar, rojet si primar, kanë dallim të madh. Mbaj mend, duhet të ketë qenë viti 2007, po 2007 ka qenë.
qershor, fillim a mes qershori, një pacient vjen rreth orës 12 në urgjencë, kam qenë shefroje. Sa kishte filluar shefroje, përgjegjësia është shumë e madhe, të organizosh punën. Do të ndash nëse pacienti është kirurgjikal ose jo. Urgjenca kirurgjikale është e lodhshme, do përvoj. Për fatin tonë të mirë, ne jemi 4-5 veta që jemi pak a shumë një moshë dhe kryuam një përvoj shumë të madhe në trajtimin e urgjencës kirurgjikale. Kjo nisur dhe nga mbështetje që na dhanë mjekët e vjetër të klinikës, profesorët tanë. Dhe ishte me një patologji të ezofagut, do me thënë një trup i huaj në ezofagi, cila kishte perforuar ezofagun. Kuptohet, kur dhe asnjëherë nuk i kemi pas telefonat e mbyllur të kirurgëve më të vjetër në klinikë. Kur? Di vetëm një gjë, që rreth orës 4 të mëngjesit unë lajmërova shefin e klinikës, profesor Kaçanin. Në 4:30 mëngjesit profesor Kaçani ka qenë në urgjencë. Ka ardhur dhe ekipi endoskopisë. Pacienti operua. Sot është mirë. Si shkoi? Shumë mirë. Dhe është rast që e kujtoj dhe rikujtoj për shumë element në diagnozë. Doktor, po ashtu do doja t'ju pyesja se puna juaj në fakt përveç se kohës ka dhe përditshmërinë. Çfarë ndodhi dje? Çfarë keni patur dje në përduar? Dje ishte një zonjë nderuar, e cila vinte nga onkologjiku me një patologji malinje të zorës trash, moshë relativisht e vjetër, moshë e lartë, 93 vjeçe, e cila ju nështrua operacionit. Një rast me shkallë të lartë vështirësie si reanimator që unë që pozitë vështirë. Kuptohet, pacienti është shtruar 2 ditë para, ishin marrë gjitha masat, por jehona e patologjisë lokalisht, si me thënë zorës trash, kishte infiltrime në një të predh. Dhe gjë që e thoshte dhe rezonanca dhe skaneri, dhe mu desh të vendosesha në vështirësi për të gjetur planin e disekimit, i themi ne, planin e ndarjes, dhe të bëja më pas kyrazh limfatik, heqjen e gjithë gjendrave linfonodulave të mezorektumit, dhe më pas të realizoja një bashkim, edhe pse ishte rreth 8-9 cm të fundit zorës trash, pasi kisha një tumorin me pjesën e sipërme të zorës trash. Rasti vështirë, teknikisht i vështirë. Do me thënë, për arsye të shformimit të anatomisë normale dhe të sëmundjes, por vajti goxha mirë, sot ishte me gjithë parametrat normal, dhe jemi duke ndjekur ditë pas dite. Janë raste goxha me shkallë të lartë vështirësia në anastomozat e rektumit, sidomos kur masat tumorale janë të mëdhaja dhe të ngjitura me indet breth. Kështu që e vështirësia e moshës edhe komplikacionet. Sigurisht reanimatorët ishin të dytë koka me një, do me thënë, ku është trajtuar me goxha profesionalizëm edhe 2 reanimatorët e koka. Do me thënë, pacientit po sot ishte shumë mirë, në reanimacionin ton lartë ishte shumë mirë. Profesor, le të kalojmë në një fushë tjetër shumë të rëndësishme, që është raporti juaj tashmë si pedagog. Ne folëm pak në fillim për atë, le të themi, emocionin pozitiv të studentëve që shkojnë puna e tyre intensive që ju e keni vënë re. Po çfarë zgjidhje do të jepi ti një specializant ose një studenti sot që të vjen të takon dhe të thotë, profesor, unë dua të ikë nga Shqipëria, dua të studioj jashtë, do ta nxjisje apo do të jepi këshillën që qëndronte këtu?
Sigurisht, kjo është një zgjedhje sot, por mendoj sot janë të gjitha kushtet që mund të shkollohesh shumë mirë për mjekësinë në Shqipëri. Kuptohet, ato që vendosin mbarvajtjen janë dëshira dhe vullneti. Dëshira dhe vullneti janë ato që vendosin vulën e të ardhmes në një profesion, në gjykimin tim. Por nuk dua të bëj këtu njeriun e ditur, si me thënë, që i di të gjitha. Një besën time i kam thënë të rinë në Shqipëri dhe është në Shqipëri. Okay. Sepse ajo e donte, e dëshuronte mjekësinë, e donte. Dhe aty ku është e suksesshme. Le të kalojmë në një fushë tjetër realisht e rëndësishme. Le të kalojmë pak në raportet tuaja me shoqërinë, me ambientin që na rrethon. A ka një vlerë njerëzore që të trishton në shoqëri, ndoshta mos mirënjohja, ndoshta sjelljet e njerëzve, ka diçka që të trishton? Unë s'para shikoj televizor, por rastisht një ditë, rastisht, kisha hapur mamaja televizorin dhe kish dalë profesor mentor Petrela. Në një televizion, nuk e di kush ishte. Rastisht, kam dëgjuar një fjalë që tha, mirënjohja është ajo që harohet e para. E mendova, e rimendova. Personalisht nuk jam mirënjohës të asë njeriu që ka ndikuar në suksesin tim dhe nivelin ku jam. Të gjithëve jam mirënjohës. Nuk jam asë njerit mos mirënjohës. Asë njerit mos mirënjohës. Nuk mund të bëhesh i suksesshëm i vetëm. Dhe si do reagoni në rast se në ambientin shoqëror tuaj dikush e ndjen që të ka hyrë në hak, dikush e ndjen që e ka tejkaluar raportin normal me ju? Shiko, ajo nuk është gjë rastësore. Të tejkalosh raportin normal. Varet çfarë pozicioni ka ai që ke përballë. I ke koleg, çfarë raporti ke me të? Dhe nëse ai tejkalon, mendoj për momentin pak qetësi. Në një etapë të dytë analizon, e bisedon, e zgjidh. Gjithmonë etapa e dytë, momenti i dytë është ai që vendos. I pari gjithmonë nuk zgjidh. Momenti i dytë, aty. Profesor, po në raport me pikërisht ngarkesën tuaj si kirurg, keni pas një moment vështirë ku keni thënë po bëj një hap pas, po bëj një tërheqje? Tani që po vija këtu, po mendoja për pyetjet. Dhe është intervistë e tretë që jap. Edhe Rita, po mendoja shumë gjëra, si rastet, kuptohet, mundohet, si rastet pikante, po tani për shumë po më vinë në mendje ca raste tjera që mund të jetë pikante nga ato që thash. Mendova dhe më vajti në mendje një gjë, sa kam për t'i thënë vetes kur të dal në pension. Ai do të jetë një moment shumë i vështirë. Për mua po, mendoj edhe për këdo. Sepse aty do ripërtypesh gjithë jetën tënde në punë. Ato që mban mend kuptohet, se i fshin kohë shumë gjëra. Çka ke bërë mirë, si do ta bëje një gjë, është një moment i vështirë. Por për sa i përket raporteve të kthehem pas, vështirë do jetë. Kam punuar shumë të ariku jam. Nuk kthehem pas. A beson në Zot? Po. A hyn tek mjekët që kur hyn në sallë thua Zot më ndihmo, apo hyn tek mjekët që kur hyn në sallë thua unë jam Zoti? Atë se them që unë jam Zoti. Atë që them është që do bëj më të mirën. Dhe unë në sallë, kur futem, jam 100% i përqendruar, sa që nuk i flas njeriu para se të futem. Dhe përpara se të futem në operacion, i kam marrë masat mirë, çdo mas. Duke menduar, ka raste për shkakun që mund të jem dhe i lodhur pa gjumë, nuk futem sallë. Kam përcaktuar paraprakisht teknikat operatore, i marrë masat mirë.
por vërtet kam shumë dëshirë që dhe pacienti dhe unë të kemi ndihmën e Zotit që të arrijmë të mirën. Po në raport me familjarët tuaj, raporti me nënën, me babain, gjithë ne kemi raportet veçanta me prindrit, edhe gjithmonë kemi disa fjalë që i kemi në mendje dhe na bashkëndjekin në punën tonë. Çfarë mund të më thuash? Nëna ime është shkolluar për matematikë, ka qenë pedagoge matematike dhe unë jam shumë i lidhur pas nënës time. Por nga shumë gjëra vetëm më ka mbetur vetëm një fjalë. Kur më thoshte para Zotit dhe shëndetit jemi të gjithë të barabartë, nuk e harroj kurrë. Nuk e harroj kurrë. Para Zotit dhe shëndetit jemi të gjithë të barabartë. Shumë e bukur, jashtëzakonisht shumë e bukur. E në raport me babain tuaj? Babai ishte ka pas punuar në mjekësi. Shumë nga mbaj mend krenarinë e timeti kur mua më doli specializimi, më doli shkolla për të vazhduar për mjekësi. Ishim duke ecur rrugës bilet bashkë, sa na erdhi se atëherë s'kisht as telefon, as gjë. Telegrami erdhi në post ku e morëm. Ai kishte një kënaqësi të papar. Duke zbritur poshtë, pastaj po vjen në shtëpi. Dua ta më nderosh ta. Atë që zbëra unë do e përfundosh ti. E mbaj mend si tani. Krenaria është zakonshme. E mbaj mend si tani. Por prindit janë një gjë që janë shumë e rëndësishme në jetën time, po shumë. Profesor, në gjithë këto vite, në gjithë të karrierë gjatë, nëse dikush nesër, dhe jam i bindur që edhe mund të ketë ndodhur pa diskutim, vjen dhe të propozon për të lënë rrugtimin mjekësor dhe për të marrë me rrugtim politik, do bëj një hap pas nga pasioni për të Më kanë ardhur, i kam pasur, nuk e kam lënë. Nuk e di, s'mund të flas për një kardiolog, s'mund të flas për dek të tjera. Por një gjë, se tani përshkoj, edhe mosha kalon pas 30 vjetësh, mendoj që kam bërë zgjedhjen e dur. Jam i prerë për këtë punë. Okej. Po në raport me kohën, se koha na lidhet edhe me telefonin. Po. Si kemi raportet me telefonin, me pacientët, me kohën në tërësi, gjen pa kohë për veten apo është gjithë dita aktivitet dhe pastaj gjithë dita telefon? Sigurisht që telefoni ka pjesën e vet sot. Familja ka pjesën e vet. Të them për që gjithë kohën e harxoj në spital, nuk mund ta them. Mbasditja bëjmë një farë programi, arim, është punë tjetër, por që me aq sa kohë na mbetet, mundohemi ta shfrytëzojmë për të qetësuar, të kënaqur me aq sa kohë na mbetet. Jemi mësuar me krizën na bërë përshtypje. Do doja të pyesja gjithashtu në raport me ndoshta ato qëllimet e vendosura ndaj vetes, sepse çdo njeri vendos në kohë të ndryshme qëllime të ndryshme pa diskutim. Cilat është ai qëllimi jot kryesor në jetë që ke vendosur ndaj vetes? Janë shumë. Në raport me profesionin. Me profesionin. Dua të lëj një emër të mirë. Dua që të më kujtojnë pacientët, jo vetëm për kirurg, por edhe për njeri. Edhe për njeri. Shumë e rëndësishme, mendoj. Është shumë e rëndësishme. E ndaj të rinjve, ndaj atyre që mos shumti neve ju shërbejmë nëpërmjet mesazheve tona dhe nëpërmjet modelit që ju japim. Cili do ishte mesazhi që ju do doni t'i lini të rinjve nëpërmjet këtij emisioni? Përkushtim, seriozitet, profesionalizëm. 3. Ndryshe nuk ka rinjë. Profesor, unë të falenderoj. Të falenderoj për intervistën e këndshme, të falenderoj që ndam së bashku opinionin, ndam eksperiencën tuaj, dhe të falenderoj që ishe pjesë e podcast me doktorin. Faleminderit.
Duke ju falendëruar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.